Me raste. Dikush i pret mirë, dikush si pret mirë, dikush i prej si mirë, dikush si prej si mirë. Që ato që ka e di sa të vinë gurbeqorët e di që çmimet rriten. Do me thonë si prej si mirë. Kom pas raste me shku, te vëllau, te motra. Na kena kohë ma shumë i prit, ata e në punë. S'mujnë atje me lanë punën edhe punojnë strekt me rregulla atje, s'ka. S'ka pushim kur dush, s'ka mundësi me dalë në shetit, nuk ka mundësi. Tash, kur vinë ata në zakonisht i marrin pushimet. Këtë që këta livdohen të Evropa që jena kështu, nuk trajtojnë njëjtë si kur ata që janë vendas aty. Këtu jetoni? Jo. A keni dalë për qef? A jetoni jashtë? Jo për qef, po kam me rregullu të dokumente. A shumë a jetoni jashtë? Jo. Me të këtu. A keni dikon jashtë? Po. Ka ne keni familje? Vëllaun, motrën. A ndikon, a i prej si mirë? Kunet, A i prej si mirë diasporën që meritojnë? S'kanë fillu që ta që mëna... Varet, me raste. Dikush i pret mirë, dikush si pret mirë, dikush i prej si mirë, dikush si prej si mirë. S'janë ke njëjtë. A që ma mirë të kalumën ma shumë i kërë të svetu se tash, qa mendimi ki? Nuk besaj. Nuk besaj që konë. Këtu s'muj mi përgjithsu, janë raste individuale. Si ti përgjithshojsh gaban. A di pse po thallë, nga ato që kam turistat shumë ta, nuk është që na lënë përshtypje shumë që thonë na presin mirë dhe shumica e markimtarëve po anë kohë. Tash, nëse kanë fjallën për familjar, nuk më përzi. Nëse kanë fjallën për kështu, që ato që ka e di sa të vinë gurbeqorët e di që çmimet rriten. Do me thonë si prej si mirë. S'është korrekt. Edhe interesi kjo në mes që nuk po i gjenë, tash që do shta pak i ka negullu gjanat njërës edhe nuk i duhen shumë tima tyre. Nuk e di, nuk më me thonë. Unë e bazona në veti. Për mu pavarësisht që shikoj rastet, familjari jam është familjari jam, edhe s'ka rëndësia ajo. Unë e pres njëjtë. Kalbona i ftesë? Po jam shkuar edhe vetë, dhe pa mbo ftesa. Sa mirë. Jam shku edhe vetë, jam shku te motra, jam shku, kom pas raste me shku, te vëllau, te motra. A është e pritja ma mirë se na që ja bojnë aty në ve? A në presin ata ma mirë se na? Na kena kohë ma shumë i prit, ata e në punë. S'mujnë atje me lanë punën edhe s'mujnë ata me punu, ata punojnë strekt me rregulla atje, s'ka. S'ka pushim kur dush, s'ka mundësi me dalë në shetit, nuk ka mundësi. Tash, kur vinë ata në zakonisht i marrin pushimet, jemi pushim. Na s'mujna me shku, nashta kur janë ata në pushim, se ata kur janë në pushim vinë ka. S'mujnë mi krahasu se janë në tashtu, janë ryshe, gjithçka tjetër atje, gjithçka tjetër këtë. A ishtë jetë ma ndryshe atje, si e pa atje? Po normal që është jetë ma ndryshe atje. Jenë rëntuin mas pari, nuk trajtojnë sikur sa do këtë që këta livdohen të Evropa që jena kështu, nuk trajtojnë njëjtë sikur ata që janë vendas aty. S'po ku që aty ku jem konon e ku i kom po, nuk po thëmë për këtë vendet që ato që e kom po. Duhet dy vesh me punu, dy vesh me angazhu për mu mujtë me mri, sa kanë mri ata atje, për mu trajtu barabar, nashta qashtë sa kom po unë, s'po më thonë, pa kona atje me jetu, e s'unë është me thonë, po qashtë sa unë e kom po, më nej që është jetë ndryshe. Plus jeta shoqërore atje nuk është sikur këtë. Edhe për faktin që s'janë vendas atje si kanë nashta rrethin familjar, na këtu kena rrethin tonë familjar, dalim me familjar tonë. Jemi ma të shoqënushëm, jemi konë ma të shoqënushëm, se edhe këtu ka fillu me ardha e kultura e atje jetë. A dhe që na ma shumë e shijem jetën se sa ta në diaspora atje? Po, normal. Po, na ma shumë e shijem jetën se ata atje. Ata kanë punë edhe veç kur vinë këtu, mujshim me pushu. Një lashim na me pushu. Ka njëherë dhe na i bëjmë presion, hajde dalim? Po, normal. Kjo me një jam. Unë e shoqë qëtë gjanët. Po të në fund, një mesazh. Mesazh për? Për gjithë diasporën, për gjithë njësë që kemi këtu, jetire që jam këshe për ti për shamë. Për gjithë diasporën e kam mesazh që punoni, angazhonu e këthejnë në vend juin. E investojnë në vend juin, se këto është guri rënd të i peshan në vend vetë. Si të levezë shprej vendit e rekollisë ka dush. Edhe për këta këtu, le të punojnë ma shumë, le të angazhojnë ma shumë, le të bashkëpunojnë ma shumë edhe me diasporën për të mirën e Kosovës, normal, për të mirën e vendit tonë. Se si në vend tonin nuk i kërkon, nuk një është kërkon. Pavarësisht se ata i kanë rregullat, i kanë kushtet, është tjetër.
Atje ka rregulla, jetohet me rregulla dhe ajo vrehet gjithkohë ku të shkojsh. Këtu te na jemi pak ma kemi rregullana, po s'kena qef me zbatu. Mrapa me rregulla, me siqara fjala. Jena mrapa me rregulla në letër, po jena mrapa me rregulla në sjellje për shembull. Doni është i ndalum, po te na e pinë gjithkohë, pavarësisht asaj nëse është i ndalum. Atje është i ndalum, s'mund e pi. Për shembull, është i ndalum, s'mundesh me zbatu çfarë rregull. Këtu te na nuk i zbatojnë vet, po edhe na tolerojnë pak atë. Kështu. Jem tolerant pak. Po. Tolerojnë pak rregullat mos më zbatojnë. Edhe nuk ishte shumë kënaqësi që duam me ty. Po e më të mira, faleminderit shumë për kohën.